Tash me që i përmende seancat edhe shpesh kur vim për qafen ose për shpinën, edhe themi, okej, po i bëj 10 seanca dhe bëjmë ma mirë. Prap mund të shkaktojmë nëse nuk e ndrojmë stilin e jetës. Studimet kanë tregu që dikon rreth, nëse bën seancat në mënyrën e duhur, dikon rreth 6 deri në 12 muaj, do me thonë, e largën atë dhimbje, por teknikat e fizioterapisë ka të ndryshme, edhe në varësisht në varet prej për shkak se trajtimi nuk është i njëjtë tek secili person. Trajtimi është i veçantë edhe është në mënyrë të personalizuar për secilin. Për shkak se në raste të ndryshme, për shembull, nuk mundesh me bë traksionin. Traksioni është një zgjatje që mundet me u bë edhe në pjesën lumbale, edhe në pjesën cervikale ose torakale, edhe për këtë arsye apo elektroterapia dikon e irriton edhe nuk jep kënaqësi. Për ata duhet me gjetë mënyrën edhe metodën e duhur për me trajtu pacientin, qoftë çfarë do dhimbje që është ajo, dhe me pas një sukses sa më të mirë. Po. Në ndërkohë këta të cilët bëjnë fizioterapi dhe fillojnë seancat, ka një rekomandim të personalizuar, për shembull çdo ditë, çdo 2 ditë, çdo 3 ditë, një herë në javë, si është? Çdo ditë është pak e mundimshme. Por do me thonë një ditë me trajtim, ma pas një ditë pushim. Varet prej, fillimisht dhe varet prej problemit që ka, për shkak se që kënë, do me thonë, ndalën prej trajtimeve, se sa ku, për shkak se doza mbi ngarkesës dhe doza e pushimit duhet bëhet në mënyrë profesionale, edhe varësisht prej simptomave.